janë marramense. Për çdo ditë na shohim ka pak besëdnin tek njerëzit. Sepse në momentin që nuk ki njohuri, nuk e kini direkt lidhjes qëndrueshme me krijuesin e gjithësisë. Nuk e ki ato, na kemi kushtin e 6 të imanit, khajrihi wa sharrihi min Allah Taala. Kemi e keqja dhe mia janë prej Allahut. Ti akoma besoj se një njeri që ka vdek, mundët ai me të cilë dobi apo dëm edhe pas vdekjes ti. Akoma njëri mendon kësaj. Ose një gjallëz që e di që ka bën një lëvizje krejt rutinore, një macë e zezë gjikon rruga që na ka përcy, ti mendojsh se ajo ka sinjalizuar diçka e ti s'bën me hec, duhet më kthy prapë. E plot të tjera, a kur jeri e kur pejgamberi alayhi salam na ka thonë se kush kthehet për shkak të këtyre besëdinjve, faqad ashrak, ka bo shirk. Ka rreziku, ka bo diçka që më dal për Islamit. Ja Resulullah, e çka më bën? Kush e ka bën një gjë të tillë, duhet më thënë Allahumma la khayra illa khayruk, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghayruk. O Zot, nuk ka të mirë që apo të keq që dikush mund të mësoj përveç të mirës tënde. Edhe nuk ka parashikim të keq përveç asaj që ti e ke caktuar. Wala ilaha ghayruk. Edhe në këtë gjithësi nuk vendos kush përveç teje. Kur lidhet kësaj mos e thot